Sot është 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, por ndërsa bota feston për të drejtat dhe dinjitetin, për forcën punëtore në Shqipëri, ky përvjetor vjen me një shije të hidhur. Një raport i fundit i Komisionit Evropian na vendos në krye të një liste që askush nuk do ta dëshironte. Shifrat janë alarmante. 39% e punonjësve shqiptar nuk e shtojnë dot muajin. Jemi të parët në kontinent për pasigurim financiare. Për ta kuptuar hendekun, mjafton të shohim fshinjët tanë. Në Kosovë kjo shifër është 18%, në Serbi 9%, ndërsa Mali i Zi mban nivelin më të ulët në rajon me vetëm 7%. Mesatarja e Bashkimit Evropian, vetëm 8%. Pra vështirësia e shqiptarëve është 5 fish më e lartë se ajo e një punëtori evropian. Kush goditet më rënd? Raporti nxjerr në pa një realitet të dhimbshëm social. Gati gjysma e nënave të vetme, rreth 46% e tyre, deklarojnë pamundësi financiare. Situata është po aq e rëndë për punonjësit e bujqësisë dhe ata pa kontrata pune, ku pothuajse çdo i dyti punëtor pranon se rroga nuk i mjafton për nevojat bazë. Ndërsa vende si Bullgaria apo Polonia kanë shënuar rritje galopante të mirëqenies në dekadën e fundit, Shqipëria mbetet e palëkundur në krizën e saj. Në Poloni, për shembull, vetëm 1% e punëtorëve thonë se kanë vështirësi. Ky 1 maj nuk kërkon pankarta festive, por një alarm për politika urgjente. Pa paga dinjitoze dhe mbështetje për kategoritë e rrezikuara, puna në Shqipëri do të mbetet thjesht një përpjekje për mbijetesë.